Hajde, eja, hajde, ejani. Shtëpia është aty. E po, nuk është parajs, por është më mirë se aty. Ku keni qenë më parë, me siguri mendoj. Ne nuk do t'i bëjmë të lashe, apo jo? Për çfarë po flet djali im? Shiko, do të më ndihmosh të gjej djalin tim dhe do të flesh i qetë netave. Çfarë të thash unë? Vërtet? Vërtet? Ose do të shesin atë voshnjë, ose do të shesin të ajo mafia që shet organe. O, Zoti na ruajt, a nuk i dëgjoni lajmet? Hajde, hajde. Bu benim meselem, derin meselem. Ezelden ebede giden meselem. Filloj përsëri ky. Kjo është kënga e jetës sime, o njeri. Dëgjoje. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sözüm gibi meselem. İki gözüm gibi meselem. Bir sevda türküsüdür meselem. Aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem. Meselem. Hajde hyni brenda. Eja. Pra hajde, ejani, ullu. Hajde Sabit, ullu atje. Eja këtu. Ullu tani. Ta shohim tani. Ju tani ulluni, unë dhe të përgatis ushqimin, duhet të jeni të uritur. Nuk mund të ushqej djalen tim, të pak të njubet ju ushqej. Jo, mos u mërzit, tash më jemi plot, kemi ngrënë shumë. Sigurisht që jo, shpirt. Merxhan, do të ham diçka. Unë s'kam ngrënë asgjë që dije që kur hëngrën bukë me patate. Unë dhe të përgatis ushqimin tani. Më vjen keq për gruan. Ajo na bën ne ushqim në vend të djalit të saj. Nuk e di nëse të ndihemi i lumtur apo i trishtuar që do të mbushemi. Gjylajse. Fal. Alo, unë jam në Bahati. Thuaj shefit se kam ashtruar 6 fëmijë. Shumë mirë. Mirë. Njëri prej tyre është foshnja. Gjylajse. Motor? Gjylajse! Motor? Gjylajse! Motor? Vjen keq, motor. Faleminderit Zotit të përqafova ty. Faleminderit Zotit. Janë fëmijët e mi. Fëmijët e mi. Të përqafova ty tani.
jeti? Je mirë apo jo? Si një plesht. Unë jam aftë si një plesht. Faleminderit Zotit. Sabiti im t'i shko, unë do t'jem këtu. Halo? Çfarë ndodh që në mëngjes, ndryshimet as që kanë filluar? Do të filloj të marrë në pyetje vëllezërit e zjarrit pas 2 orësh. Mendova se dëshiron ta dish. Mirë, do të vi edhe unë. Po prandaj të telefonova. Mos hajde. Pse mos vi? Është e ndaluar? Barbar. Ju jeni jashtë këtij rasti. Mos hajde. Nëse doni të bëni diçka, me rregullajshën dhe dërgojeni te motra e saj. Shumë e zgjuar jeni ju. E menduat këtë vetëm tani? E rregullova atë punë. Mbyll telefonin. Hyni. E deshe të dyshuarin, prokuror. Merrem brenda. Eja të Zëshirin. A mund t'ja heqësh prangat? Eja të Zëshirin, ulluni. Le të bisedojmë pak para se t'ju dërgojmë në burg. Si jeni? Si mund të jem? Ke të drejtë. Ke shumë të drejtë. Mendoj se të kesh një fëmijë nga një burrë si Çatalli nuk do të bënte të ndihesh aq mirë. Kush u tha këtë? E dëgjova mbrëm. Nëse nuk e thua të gjithë të vërtetën për Menderesin dhe Nazmien, do ta dëgjoj edhe Barbari këtë. Mos i thuaj. Ai do të jetë i shkatruar. Mos të lutem, mos vajzë, të lutem. Te Zëshirin. Ne jemi të shkatruar kur kriminalet e vërtet mbrohen. Të lutem, Sare, të lutem, Barbarosi do jetë i shkatruar. Mos të lutem, mos i thuaj. Te Zëshirin. Dëgjoj. E dua djalin tënd si vlla. Unë me të vërtet nuk do doja që ai të mësonte për Çatallin. Por Menderesi dhe Nazmia janë shpallur të pafajshëm. Gjithçka që ai bën do të bjerë. Krimi të cilët i kushtoi jetën do të mbetet i pandëshkuar. Pra, më mirë të zbuloj babain e tij dhe të shkatrohet, se sa të shkatrohet nga padrejtësia. A kuptove? Mirë, haj edhe këtë, edhe nuk do t'jap një tjetër. Ha, mirë. Mjaft, pra. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Barbara, ka ndonjë lajm për vëllezërit e mi? Sa po fola me Saren. Ajo do t'i marrë në pyetje për 2 orë. Barbar, kush e bëri? Ajo grua nas po fajson zipkinin. Prokurori s'do ta besoj apo jo? Ajo nuk do, mos u shqetësoni. Nuk është aq e lehtë të fajsosh dikë për vrasje, më besoni. Gylajshi, le të shkojmë. Nëse Xhaxha Nizami merr vesh që nuk je në shtëpi. Unë nuk po shkoj askund. Si mund ta lë të vetë me motrën time kështu? Mos më thuaj. Nuk e the këtë kur të rëmbeva. Nuk thash se do të kthehesha në mëngjes, apo jo vëlla Sabit? Nuk e tha. Bravo Sabit, të lumt, shumë mirë bëre. Shiko Gylajshe, vërtet do të ketë një problem nëse Xhaxha Nizami zbulon se keni ikur. Vëlla Sabit, hajde shiko. Ne duhet të pastrojmë vendin. Jashtë klientët do të fillojnë të vinë së shpejti. Hajde ti merre një kovë me ujë dhe ja. Gylajshe, ne duhet të shkojmë, të lutem. Hajde vëlla Sabit.
Ti e di që ajo nuk mund të largohet kur nëse zbulon se s'mund të ecësh. Në rregull, kjo është ajo që duhet gjithsesi. Merxhan, për hir të Zotit, do ta lësh jetën në shtrat vetëm që Gylajshja të qëndroj këtu? Do të bëj një operacion barbar. Si ta bëjmë? I ke ato parati? Sepse ne nuk i kemi. Në fakt, Xhaxhanizami e ka. Po, ai po. Por ai na kërkon t'i japim Gylajshën për të më marrë mua në ato operacion. E di, vllai Mete më tha. Merxhan, dëgjoj. Gylajshë është një gruaj rritur, ajo është 23 vjet. Askush nuk mund ta mbajë atë me forcë. Edhe sikur ta lidh në shtëpi, ajo do të ikte gjithsesi. E njeh edhe ti shumë mirë atë. Ajo do ta shtyjë shtëpinë nga themelet dhe do të vijë te ju, nëse është nevoja. Ajo me të vërtet do. Mos e bëj. E mirë, e kuptoj, ju nuk mendoni për veten tuaj, por mendoni për familjen. Lëreni Gylajshën të qëndrojë me të atin për një kohë. Merxhan, harroje veten pak. Nuk e shikon Aliun? Ajo është i shkatruar. Ti nuk mund t'ja bësh këtë një buri të dashur. Për Zotin më fal, por çmendem të mendoj edhe për Gylajshën kështu. Çfarë mund të bëj ai? E doni kaq shumë Gylajshën? Çfarë pyetje është kjo? Po pyes. A e do kaq shumë? Apo të vjen keq për të sepse e kërkon prej vitesh? Apo po argëtoheni me të? Barbar, kam dashur të flas me ty për këtë një kohë të gjatë. Merxhan, dëgjoj, unë nuk argëtohem me askënd, me Gylajshën asnjëherë. Sepse babai im u argëtua një herë me një vajzë të re. Shiko, emri i gjyshit tim është aty ku duhet jetë emri i babait. Ai iku pa më parë, pa më përqafuar. Nuk më priti as të lindja. I poshtri. Si ndodhi? Ai u argëtua dhe mashtroi një vajzë të re për një tek. Pastaj do të ikte pasi mësoi se nëna ime ishte shtatzën. Kështu e shihni, unë jam djali një njeriu që nuk ja di emrin. Fati im është kështu, dhe nuk dua as ta mësoj. Ah, be djali motrës. Barbar. Gylajshë tani ka letër njoftim. Ndoshta do të martohesh. Thjesht e prishe surprizën. Çfarë? Do t'i propozoni asaj? Mos bërtit. Barbar? Mos bërtit, Merxhan, ajo mund të dëgjoj. A mendon se do të pranoj? Mirë, për çfarë po flisni? Ajo pyeti nëse jeni martuar apo jo, që ditën e parë që u njohët. Ajo do të kishte thënë po nëse do të propozoni atë ditë. Atëherë, ju keni një operacion dhe unë do t'i propozoj. Ti po më shantazhon mua? Ha, po e bëj. Por operohu, bëhu më mirë, ose nuk do ta marr vajzën tënde. Shiko ti. Ti thjesht bëhu më mirë dhe ngrihu në këmbë. Po t'jap fjalën, të premtoj nëse nuk bëj një dasëm me daulle e zurle, mos të më quani barbar. Por ti do të kërcesh e para. E po, ne nga njëra anë, e ju pollu nga tjetra, nuk mund ta ndajmë vajzën. Do të vish ta marrësh ti Gylajshën? E po është një tokë e madhe, do të ndërtojmë një shtëpi diku dhe do të jetojmë së bashku. Unë do të vi të jetoj me ju, apo jo? Vërtet. Sigurisht, pse jo? Gylajshë! Mos i thuaj asgjë. Ishe thash! Vëlla Sabit, a e mbetja dhe ajo bëje ti të lutem. Merxhan të lutem. Shh! Motor? Qfar u bë? Qfar do tani? E ja ullu këtu. Qfar ka? Vajza ime? Tani... ti e di që më qëlluan.
Ata nuk mund ta nxirrnin plunmi. Çfarë? Më kanë gjetur në palcën kurizore. Kështu që nuk do të mund të jetë si unë. Motër, çfarë po thua ti, ha? Shpriti motrës prit? Prit mos qaj? Po vazhdoj t'u a them, nuk kam mbaruar. Ka një operacion. Por për këtë, na duhen shumë para. Duhet të sillim mjekun nga Amerika. Për këtë ju duhet respekt. Në rregull. Le të shkojmë te baba im? Baba im do ta bëj atë, ai ka shumë para, apo jo, Barbar? Unë supozoj se ai është gjithashtu një njeri i mirë. Gylajshe, Aliu foli me Xhaxhan Nizamin. Ai tha se nuk do ta paguan të operacionin nëse nuk të japin ty. A e kërcënoi atë? E ka shfrytzuar dhimbjen e vëllait tim? Në mënyrë që të bashkohet ai me mua? Gylajshe, mos u zemro me babain tënd. Si mund të mos zemëroj me të Barbar? Ti nuk e di, por e di unë çfarë ka kaluar ai për 23 vjet. Sa u shkatrua me mallin për ty. Ai thjesht ka frikë të humbas prap, prandaj po e bën këtë. Por ai nuk mund të më fitoj kështu. Gylajshe, frika nga humbja e dikujt mund t'ju bëjë të bëni gabime. Ka shumë frikë të humbas. Kjo është arsyeja pse ai po e bën këtë. Barbara, mund të më qosh në shtëpi, mua do të flas me babain tim. Pikërisht, tashmë është shumë vonë. Fillimisht babai yt do të na rrah, pastaj do të na qortoj. Gylajsha, atje do të qëndroni? Nëse ai dëshiron të më shoh mua, do t'i them atij që të paguaj për operacionin tënd. Nuk mund të vendos ai kushte, unë do t'i vendos. Është këtu. Poshtë këtij çarçafi të bardhë këtu. A është burrim? Sa shumë gjëra që ju kam dhënë. Bota përreth është shumë e çuditshme. Dje ju kryeni të mëkate sikur nuk do të vdisni. Dhe sot është më jenë në një fletë të bardhë në ndalesën e fundit. A ka nga ata që nuk kryen mëkate? Jo, nuk ka. Por as ju nuk mund të jeni të pabindur. Disa e bëjnë atë pa pushuar. Nëse do më falni, dua t'i them lam të mirë burrit tim. Sigurisht.
Nuk do ta lë gjakun tënd në tokë. Deri ditën që do të vdes, do të jetoj vetëm për hakmarrje. Të betohem. Të betohem. Pranoni ngushtimet e mia, zonja Naz. Ku janë Sezini dhe Suati? I kemi mbyllur një vend sigurt ato dy. Mos i humbisni ato, Pamir. Mua më duhen ato. Mos u shqetësoni për këto. A i gjeti se në cilin burg u dërgua Shirini? Sigurisht që po. Ka të njohur? Ka disa vajza të njohur aty. Pamir, zgjidh më të guximshmen aty, në rregull? Që ajo të hesht. Është puna ime, mos u shqetëso. Barbar. Ha? A bisedova me nënën tënde? Pse e mori fajin mbi vete për menderesin dhe nasin e gjykat? Sot do të shkoj në burg dhe do të flas me nënën time. Së pari ti dhe babai yt do të bëni paqe. Gylajshe. Dëgjo, do të jesh e mirë me babain. Një baba që e goditi vajzën e tij nëpërmjet motrës së lënduar dhe vëllai që i bëri shantazh apo jo? Aha, do të jemi mirë, sigurisht, patjetër. Gylajshe. Dil. Përse? Dil jashtë. Dil e bukura ime. Përse zbritëm ne tani? Tani merr frym thellë, bëj një shëtitje, qetësohu, dhe pastaj në atë mënyrë do të shkojmë te babai. Ose ta bëjmë kështu. Do ta rrahim makinën së bashku. Shiko, bëje këtë gjatë gjithë kohës, funksionon. Nuk do të funksionoj kjo kështu, zotri Barbar, nuk ka mundësi. O, zoti madh. Çfarë do të funksionojë, zonja Gylajshe? Ne kemi qenë së bashku për kaq shumë kohë dhe ti nuk e di këtë gjë? Vërtet nuk e di. Mund të më japësh një këshill? Këshill. Mhm. Nëse duhet një këshill, atëherë nuk më duhet. Heja tek unë, heja se më duhesh. Je e qetësuar tani? Jo, nuk u qetësova fare, nuk jam qetësuar as pak. O, zoti madh, ti qenë nga si pambuk. Ti je si një pambuk.
O, zoti ma, si mund ta quash njeri të çmendur si unë pambuk? Pambuk thua? Vetëm të jem pambuk më kishte mbetur mangut. Edhe ashtu u bëra. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Ajo nuk fluturoi tutje, nuk e di. Gje e vajzën time dhe ma sill këtu. Gje e vajzën time. A më kuptove? Shiko, vajza jo të erdhi bëlla. E janë me mua. Shkojmë. E rëmbeve vajzën time. Dhe e gjete përsëri, dhe e solle përsëri. Unë jam batha. Edhe ai më gjeti. Se po gënjen Gylajshe. E rëmbeva Xhaxhani Zam. Shikoj edhe e thot pa turp këtë. Unë do të kisha ikur vetë, po të mos më kishte rëmbyer ai. A do të jam bathje? Vëllezërit e mi u arrestuan. Motra ime është e sëmurë, është vetme në shtëpi, nuk mund të ecë. Çfarë më mbeti mua? Ti po të isha, do mund të vlije i qetë? Ti madje po qanë për vëllajnë që e shiti vajzën tënde. Sepse është vëllajt nga gjaku, apo jo? Atje jashtë ka shumë probleme, po përpiqen të mbajë të A sigurt. prandaj the vëllai Liuci nuk do të jepje para për operacionin nëse nuk do të më jepnin mua. A nuk është kështu? Si mund të bëj një gjë të tillë? Nuk do të humbas më. Unë jam gati të bëj gjithçka për ty. Edhe unë jam gati të bëj gjithçka për motrën time. Tani. Ose jep parat për operacionin e motrës. Ose nuk do ta shohësh më kur fytyrën time. Çfarë? Më vjen keq. Ti e fillove këtë gjë. Edhe nëse ja para për operacionin,
Ti përsëri do të shkosh tek ata, apo jo? Ti zgjodhe ata, apo jo? Baba. Çfarë the? Baba të thash. Thuaje prap? Baba. Babs, do të vdes për ty zemër. Do të vdes për ty. Baba. Unë dua që t'jeni të gjithë këtu. Unë dua të bisedoj me ty këtu për orë të tëra, por dua dhe të ndihmoj motrën time të njëjtën kohë. Unë dua dhe të bëj pazar me Halla Haxherin për të gjithë fëmijët e rrugës. Por motra ime nuk mund të lëviz. Një nga krahët e vëlla Liu të shtyher. Kështu që nuk mundem. Nuk mund të jem e lumtur këtu me ty. Me të vërtet dëshiron të bisedosh me mua për orë të tëra? Ndonjëherë dhe do të luftojmë patjetër. Sigurisht, sigurisht. A je zemruar që i dhash vëllait tënd një zgjedhje? Po, isha zemruar. Por Barbari a i tha se frika jote me e madhe qenë ka të më humbësh mua, prandaj nuk po zemërohem me ty. Për herë të parë pas shumë vitesh ai tha diçka të drejtë. Faleminderit Xhaxha Nizam. Mirë. Unë do të bëj çmos që Xhano të kthehet përsëri në këmbë. Do ta shihni këtë. Ju premtoj për të. O zoti im! Vi, unë do të vdes për ty. Motor, ne ju urojmë të dilni nga këtu sa më shpejt që të jetë mundur. Koha këtu nuk kalon kështu.
Do të mësohesh, motër, do të mësohesh. Vajz, sille një peshqir të ri këtu. Ti qohu tani, laj fytyrën dhe kur të kthesh, unë do të bëj një çaj të nxehtë për ty. Eja, motër. Eja. Hape derën, më duhet të shkoj në tualet. Kë po e mbron nën? Kë po e mbron ti? Çfarë më bën?